Thënie të mençura nga filozofi I lashtësisë Herakliti. Citojmë: Sado që të ecësh, edhe po I ra të gjitha rrugët, nuk do të arrish kur kufit e shpirtit, aqe thellë është esenca e tij. Një njeri vetëm vlen sa 10.000 nëse është më I miri. Nuk do ta njihnim as emrin e drejtësisë, po të mos kishte pa drejtësi. Lodhja I jep shije pushimit. Sëmundja I jep vlerë shëndetit. Gjëja më e mirë për njerëzit nuk është përmbushja e dëshirave të tyre. Botën që është e njëjta për të gjithë, as kush se krijoi, as hynit dhe as njeri, por ka qenë e do të jetë gjithmonë. Njerëzit që dëshirojnë të njohin botën, duhet të mësojnë të njohin detajet e saj. Nëse nuk e pret të paparashikueshmen, nuk do ta zbolosh dhe parak dhe e pamundur që është. Të kundërtat përputhen, prej tyre lind harmonia më maninse dhe gjithçka ndodh prej kontrastit. Nga njëherë ligj është edhe ti bindesh një njeriu të vetëm. Zgjimin e fut në një botë të përbashkët, ndërsa gjumi e kthen secilin në një botë të përveçme. Çdo njeri mund ta njoh vetveten e të bëhet I urtë. Unë gjasojnë të verbrave, ata që edhe pasi dëgjojnë nuk arrijnë të kuptojnë. Është mirë ta fshehim ignorancën, por vështirë t'i arrijmë duke pirë alkool. Njohja e inteligjencës që udhëheq të gjitha gjërat përmes të gjithë gjërave, është dia vetme që ekziston. Mendimi është e përbashkëta e të gjithë njerëzve. Të mësuarit e tepërt s'të mëson të kuptosh. Kush të do ndryshe, nuk të do fare.